Iran mos u afroni se mund të ketë elemente. Po, unë po të konfirmoj, nuk ta them si dhe qysh që shqetësimi amerikan është shqetësim serios. Nuk dua ta banalizoj. Pra, shqetësimi e ambasadës, paralajmërimi i ambasadës është një element më bën përshtypje Sokol që mua më çonin direkt te kjo që unë po them, që ambasada në reagimet e mëvonshme, kur është pyetur në lidhje me kërcënimet konkrete nëse ka të dhëna për Shqipërinë, përgjigja është dhe po e citoj, do t'i bëjmë publike kur t'i kemi të disponueshme. Pra kam përshtypjen se natyrisht amerikanët dinë shumë çka, por unë mendoj që teatri i luftës është kaq i gjerë në lindjen e mesme në këtë moment, saqë edhe për një arsye gjeopolitike do të thoja që Irani nuk do të ishte interesuar të godasë Evropën. Besoj ne nuk jemi fare në këtë hartë se jemi shumë të vegjël. Megjithatë sender ne jemi të vegjël, patjetër edhe ndoshta ato do jetë dhe vështirë të na gjejnë ato. Jo, kur na bën sulmet kibernetike na gjetën. Pa aty është kollaj, me sulmet kibernetike është kollaj, sepse është targeti arrihet shumë kollaj, me raketa është gjë tjetër. Por ajo që më bëri përshtypje sot pas ditës doli një lajm që Irani ka dorëzuar Bullgarisë një notë verbale ku e paralajmëron për faktin se Bullgaria i ka lënë Shtetet e Bashkuara hapësirën ajrore dhe përdorimin e bazave të saj për sulme kundër Iranit. Sepse, me shumë drejt, sepse siç ka bërë me Azerbajxhanin, siç ka bërë dhe me shtetet tjera që kanë lejuar përdorimin, ku futen dhe vendet dhe monarkitë e gjirit, cilat po goditen me justifikimin parsor që ju keni bazat amerikane dhe nga bazat tuaja ne goditemi dhe jeni palë në konflikt. Gjithë Evropa perëndimore duhet vëmre, dhe kjo është goxha e fortë si lëvizje, ka dalë me devizën kjo nuk është lufta jonë. Spanja është më e forta, Franca gjithashtu, Keir Starmer tha që unë nuk përfshihem në këtë luftë, me gjithë presionin. Nisi negociata diplomatike ku ka ftuar dhe Shqipërinë për ngushtisën e Hormuzit, pra përgjetur me atë grupin e vullnetarëve që e quan, për të hapur vende anëtare të NATO-s, por që kanë vajnë në pozicion pak më ndryshëm. Po që hapësh Hormuzin në kushtet kur Donald Trump, pasi e bëri lëmshin, thot, unë po iki, shkoni merrni naftën se e keni aty, kjo është përveç se qesharak është dhe papërgjegjshme. Berams, nga pikpamja e sigurisë, sot ka qenë një situatë kaotike, e tha Skënderi, ambasada amerikane me shqetësi ka këmbgulur që ka shqetësime serioze. Në parlament u zhvillua i debati hipokrit, këta që nuk votuan rezolutën kundër Iranit, sot dolën shumë shqetësuar për kërcënimin e Iranit, ndërkohë qeveria mua më duk tentoj të hiqte një lloj atë pjesën artificiale të alarmit krijuar në një rast tillë, pash reagimin e presidentit Bega, i cili një reagim që është disi i kompleksuar. Ju mendoni që ka vend thirret Komiteti i Sigurisë Kombëtare? Këshilli. Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Mendoj se po. Zhvillimet politike, ushtarake, raportet që kemi ne me SBA-n, situata e brendshme, eksperienca e goditjes të baza amerikane në shtetet e tjera që janë përdorur si bazë, si strehim. Është mëse e qartë, nuk e se janë kaq entuziast që shkojnë me mendimin që jemi të fortë, jemi të mbrojtur nga NATO, se i dëgjoj këto shpjegime, këto deklarata. Je i mbrojtur, si e i mbrojtur, verifikoj gjërat, diskutoj, përshtat politikat dhe masat në fushën e sigurisë, si pas kushteve që kryohen, nuk ka shtet që s'ka bërë mbledhje të komitetit apo të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Dhe ne nuk duhet të flem dafina. Presidenca, kryeministria, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme. Shërbime sekrete. Po, shërbimi informativ i cili bashkëpunon me shërbimet e tjera, duhet të vlerësojnë seriozisht informacionin dhe të marrin masa, edhe si kur t'i kenë masat dhe garancit të përsosura, të qetësojnë opinionin publik, të japin siguri. Ekziston ndjenja e frikës të qytetarët. Ekziston. Se dëgjojnë, shikojnë, marrin pjesë, jetojnë me këtë situatë. Dhe nuk mundet që ka që indiferent, se ne jemi miqtë e SBA-s, apo jemi antarë të NATO-s dhe në mbron NATO-a.
sa të vi NATO aty këtu, ti duhet të shikosh. Përveç faktit që Amerika po kërcënon të sulmoj vetë vendet e NATO-s, kështu që unë mendoj që... Dhe ai neni 5 është... Hajde për ktheje. është holluar me ujë një 10 herë. Jo më lakë se djen ka të mund ta lë fare NATO. Ai është në diskutim. Analistët i marrin me rezervë, megjithatë Beko Unë mendoj që duhet ta vlerësojnë. Duhet ta vlerësojnë sigurisht kombëtar. Beko megjithatë situata na vendoset çik situatë themi jo alarmante, po të shqetësuese, pasi në vërtet jemi ala Shtetet e Bashkuara po të rriqin nga ky konflikt. Dhe le të themi në këtë konflikt jo në mënyrë aktive, pra ushtarake, por Shqipëria u bë palë pasi ishim vendi vetëm i cili bëri një rezolut ku shpalli regjimin e Ayatollahut dhe Gardien Revolucionare të Teheranit si elemente terroriste, pra shpalli Iranin një shtet terrorist. Pra le të themi nuk jemi përfshirë, por dhe jemi shumë përfshirë. Unë streuar këtu opozitën. Dhe rezoluta është akti 3. Dhe akti 3 pastaj u përmbyll me rezolutën. Kështu që ne kemi arsye të jemi të shqetësuar për këtë situatë. Pra, nëse do të përpiqeshim ta përmbledhim me dy fjalë, siç po ndodh me këtë luftë të provokuar në mënyrën më idiote, do të thoja, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Izraeli, në këtë mënyrë se si ato e projektuan, është Hormuzi u mbyll, monarkitë e gjirit janë totalisht të ekspozuar ndaj Iranit. Europa me Amerikën u fut edhe më thellë në një krizë sigurie tashmë, aq sa po flitet për shpërndarjen e NATO-s dhe për prishjen e aleancës, dhe në një afat të gjatë, në qoftë se Trump ashtu siç pritet dhe është mundësia më e madhe të ndodhë, nuk e ka luksin të presë shumë në këtë luftë, po do të tërhiqet. Irani del më i fortë se që ishte para lufte nga pikpamja geostrategjike, por edhe politike, sepse regjimi nuk u ndrua, kriza botërore e naftës po thellohet, dhe ai del zot i një hapësire detare ku lëviz 20% e energjisë së globit. Pra, gjithë perspektiva flet për një gabim fatal strategjik të presidentit Trump, i cili nuk po paguan vetëm së brendshmi, por edhe gjithë këto elementë tjerë të cilët ishin deri më sot në një ekuilibër të brisht. Pra, lindja mesme më parë, tregtia e naftës më dyta, marrëdhëniet me Evropën më e treta. Dhe largimi i Shtetit të Bashkuar nga gjiri persik. Largimi se nuk është që ikën nga aty, po ikën nga gjiri persik. Janë 13 baza ushtarake goditura rënd që amerikanët i kanë boshatisur dhe praktikisht de facto i kanë braktisur tani. Me janë radar të kushtueshëm mbi $1 miliard që janë të shkatruar. Pra, është një bilanc, jo vetëm ushtarak. Unë mendoj që Shqipëria duhet të ishte e vëmendshme edhe pa deklaratën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, pra të ambasadës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe duhet të kishte marrë të paktën në mënyrë të dukshme disa masa, siç e tha dhe zoti ish ministër, me qëllim që t'u jepte një lloj qetësie qytetarëve shqiptar, por edhe ta merrnin seriozisht këtë çështjen e luftës, sepse Irani nuk mund të jetë një fuqi e konsideruar tigër prej letre, siç të gjithë kemi pasur imazhin në fillim, sepse ka gjithë këto ditë që ushtria më e madhe e botës dhe pa diskutim më e forta që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sa duket situatën aty nuk e kanë në kontroll, edhe pse ka bërë ndërhyrje shumë të forta me shpenzime marramendse, domethënë në aspektin buxhetor financiar, por na bëri që ne të krijojmë një tjetër mendim për Iranin në aspektin e perceptimit publik. Pra, perceptimi publik sot, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në perëndim, të pak në Evropë, me aq sa ndjekim mediat, është i tillë që Iranin deri dje e konsideronim të dobët që nuk mund të marrë iniciativa dhe s'mund të qellojë të tjerët. Sot Irani në rezulton e kundërta, reziston dhe të kërcënon, edhe sulmon realisht. Sa e ka fuqinë, sa e ka efikasitetin e tjera është çështje e tyre, ajo nuk e atyre që merren me çështjet e luftës. Po gjithë në banë ushtarake, nëse ti reziston 2 javë para, nëse ngushtica e Hormuzit ishte e lirë para lufte, sot nuk janë amerikanët që kontrollojnë ngushticën e Hormuzit, por janë iranianët. E vërtetë. Dhe ata kontrollojnë gjithë tregun financiar dhe ka lëvizur, domethënë gjithë bota, domethënë gjithë globit të vuaj pasojat e ekonomisë. Jo vetëm një pjesën e karburanteve botërore, por edhe shumë të tjerë. Ajo krijon efektin domino, krijon efektin. Ja, e mbylla dhe fundit është kjo.
Ne kemi të drejtë të jemi të shqetësuar sepse kemi bërë 2 akte përpara se sa shtetet tjera t'i bënin. E para kemi larguar ambasadën kemi në prerë marrëdhënie kemi në prerë marrëdhënie diplomatike.